Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Ju që nuk e ndëruat kanalin dhe vendosët të jeni me emisionin social e humanitar afër, jeni ju ata që ndihmoni apo që do donit në një formë apo në tjetrën të ndihmoni njerëzit që kanë nevojë për zemërgjërsinë e të gjithë neve. Unë ju falenderoj edhe një herë që po vazhdoni të na ndiqni, nga se vetëm kësaj mund të informoheni për këta njerëz hallëgjinj, për këta njerëz që vuajnë nga sëmundje vështirë të shërueshme e që padyshim ka nevojë për të holla, për mjete materiale që të mund të gëzojnë një jetë sikur ne të gjithë të tjerët. E nisa kësaj emisionin një rastësisht, por me të drejtë, nga se sonte kam kënaqësinë dhe nderin e posaçëm që të bashkëbisedoj me një artist i cili ka lënë gjurmë e po vazhdo të lë gjurmë, jo vetëm në film e teatr, por edhe në sfera tjera të jetës. Pra duhet të përmend edhe lëmin e vallëzimit, nga se së fundmi është vlerësuar edhe si vallëtar i shquar në spektaklin e vallëzimit në Shqipëri, Dancing with the Stars Albania, ku edhe u shpërblye me çmimin e parë. Jam e bindur që tashmë po e dini se për kë kam fjalën. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët zotëri Enver Petrovci. Mirëmbrëma, urime. Faleminderit, ishte një pikë e shkurtër. Desha të filloj më ndryshe sonte, nga se jemi pikrisht në Teatrin e Babës, i cili ka kontribuar me vitet të tëra për të nxjerrë në pa aktor artistë të shumë, siç janë edhe të shumt në ekipin tonë të Kosova Production, po vazhdon të jetë edhe si shkollë muzikës nga bashkëshorta juaj, për çka ju përgëzoj, dhe natyrisht desha të nis pak më ndryshe. Ndërkohë, të biseda jonë e sonte do të jetë krejtësisht ndryshe nga ajo që jeni mësuar të bëni në për intervista, pra siç edhe e dini, sonte do të flasim për ata njerëz cilët në një farë forme janë lënë anash, janë neglizhuar, por ja që edhe ne përmes këtij emisioni po mundohemi që të mos i harrojmë, përkundrazi po mundohemi që të qëndrojmë afër tyre. Fillimisht dua të di këndvështrimin tuaj, domethënë nga pikpamja juaj prej artisti apo edhe prej qytetarit të këtij vendi. Çfarë do duhej ne të bënim që të krijojmë një ambient më të shëndosh, qoftë ekonomik, social, por edhe kulturor pesa? Atë se çka duhet ta bëni ju, po e bëni. Pra po e bëni një gjë shumë humane, edhe Zoti u ktheft. Po e bëni çmos me ato mundësi që i keni nëpërmes televizionit, nëpërmes këtij emisioni humanitar ta quaj. Po e bëni atë se çka një njeri humanitar ose disa njerëz humanist dëshirojnë ta bëjnë, edhe po e bëjnë, edhe po ja arrin, nuk është pak që t'i bëri disa dhjetra shtëpia për njerëz që absolutisht nuk i njihni. Ajo është e bukura më e madhe që ju po e bëni. Kjo nuk është hera e parë që kam has në kësi lloj njerëz humanist edhe shoqata. Dua ta them se unë jam në shoqatën Nëna Terez të Gjermanisë, e cila shëron fëmijë të smur nga zemra që kanë lind të smur, si të me ndonjë defekt në zemër. Edhe shumë bukur kur fëmijët shpëtojnë. Fëmijët apo diçka humaniste. Edhe t'ju them sinqerisht, këtë që po e bëj unë apo ju, nuk e bëj për ata, e bëj për vete. Se kur e bëj një të mirë, e ndi vetën unë mirë. Sigurisht. Edhe më besoj se edhe ju që bëni këtë, keni këtë nevojë, këtë dëshirë nga humanisti që të ndihmoni që të ndini vetën mirë, sa bukur kur njeri u arrin në atë nivel psikologjik të quaj, që të ketë nevojë të bëj dikujt mirë. Ajo është fitoria më e madhe një njeriu, të është vetë. Është pikërisht kështu si thuani ju, domethënë se fenomeni i varfërisë është i njohur në gjithë botën, është prezent në gjithë botën, është një problem global. Mirë, po megjithatë, për fat të keq, sikur Kosova, domethënë sipas statistikave të fundit, renditet ndër vendet më të varfra në Evropë, dhe kjo është sigurisht shqetësuese. Neve përmes këtij emisioni po e potencoj sërish që po mundohemi të vëdësojmë ata që sado pak që kanë, të ndajmë për ata që kanë vërtet nevojë, sepse ashtu ndjehen mirë sikurse edhe ju që ndjeheni të tillë. Mirë, po ne kemi menduar edhe për Kosovën lindore, edhe Kosova lindore, konkretisht Presheva, Medvegja, Bujanovci, domethënë edhe shqiptarët që jetojnë atje, edhe ata janë të prekur nga varfëria në të shumtën e rasteve e skajshme. Kur jemi tek Presheva, do doja që paraprakisht të flasim diçka më tepër për sa i takojnë një çmimi që ju e keni, domethënë e keni marrë prej atje, jeni shpallur qytetar deri Preshevës apo jo? Po. Na flisni pak sa për atë përvojë, atë ndjesi që ju është krijuar kur e keni marrë këtë çmim.
Unë nuk kam pas vetdije ose ndjeni se jam aq i dashur në Preshevë. Në momentin kur kam shku në festival, kam hyrë në sallë, të gjithë janë që në këmbë, vërtet asi pritje nga ana e masës, nga ana e popullit, ëndër se kam pas. Edhe hyra me kryetarin e komunës, edhe unë mendova se po japin aplauz atij. Mirë po ai ull, ata vazhduan enver, jo me atë enverin tjetër. Jo enverin. Po. Merdi mirë, vërtet, ja, mirë, merdi shumë mirë, tash me qka e kam meritu këtë dashuri, prej fëmijëve deri te plakat dhe pleqt. Vërtet, mande e kam kuptuar dhe me kanë thënë se deri sa kemi qenë ne kesti si aktor i vetëmi shqiptar, që i vetëmi po, ose prej trallëve, që ke lozur në Beograd, intervistat e tua, na kanë dhënë forcë, na kanë mbajtë, tjera, mos të përsëris të fjalit e tia. Edhe neve i ke mbajtë mend gjitha ato intervistat e tua, çka ke fol, edhe si ke fol. Edhe kemi qenë krenar me ty, edhe që. Dhe sigurisht edhe ju tani më jeni krenar që populli po ju admiron dhe po a di, domethënë vlerën që ju vërtet keni. Po patjetër se njeriu atëherë arsyeton gjitha ato mundime, gjitha ato sakrifica që i ka bërë. Artistin konë në instancën e fundit jeton për një aplauz, për një falenderit, edhe kër e gjenë atërë të populli, atërë thot, unë diçka po bëjnë këtë jetë. Ishin pikërisht ta njerëz, domethënë që ju shpërblyen me këtë çmim meritor dhe besoj domethënë se kuptim plot për karrierën tuaj. Mirë po jam pikërisht këta njerëz cilët padyshim kanë nevojë për rëndimin e të gjithë neve. Ishte një familje cilën ekipi ynë e vizitoi dhe do doja që më njëherë të mësoj më tepër për sa i takon halleve të kësaj familje.